Një sqarim për korektes për votën kundër për ndryshimin e rendit të ditës. Në fakt është e përsëritur. Opozita ka kërkuar të futë në rendin e ditës zgjedhjen e avokatit të popullit. Ne kemi kërkuar në emër të grupit parlamentar në seancë më shumë se një herë që të ndërtojmë një proces sipas traditës parlamentare, duke respektuar atë çka është marrëveshje e heshtur, pra që avokati i popullit zgjidhet mbi bazën e propozimeve të opozitës. Janë disa propozime me firmat e opozitës dhe meriton të kemi një proces ku përfaqësuesit tanë dhe përfaqësuesit e opozitës diskutojnë mbi emrat dhe arrihet një konsensus i cili mbështetet në seancë. E ritheksoj edhe një herë që ne nuk tentojmë dhe nuk kemi propozimet tonat, ne duam të diskutojmë mbi bazën e propozimeve të opozitës. Unë e kam bërë këtë ftesë edhe të hapur edhe në komision, në konferencën e kryetarëve, zonja Tabaku ka qenë aty. Deri tani nuk kemi asnjë reagim nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, nga opozita parlamentare. Edhe një herë theksoj gatishmërinë tonë nëse dëshirojnë që sot të fillojmë procesin dhe ta votojmë në seancën e radhës, kur do ta kemi me shumë gjas mbas zgjedhjeve, por çën si ka. Në seancën e radhës do të ishte serioze për atë çka meriton ky institucion shumë i rëndësishëm, por edhe personalitetet të cilët janë në listë, janë propozuar dhe me të drejtë presin vendimarrje nga parlamenti, që ne ta fillojmë sot procesin dhe ta mbyllim në seancën e radhës. Pra unë propozoj në emër të grupit parlamentar që të fillojmë sot negociatat, pra diskutimet mbi bazën e propozimeve dhe jemi të gatshëm që në seancën e radhës ta votojmë këtu. Por jo kështu siç duan ta bëjnë fakt të kryer dhe në një mungesë minimale respekti për majorancën që në fundit pa votat e cilës nuk zgjidhet dot. Faleminderit. Po, Petrit Vasili ka kërkuar fjalën. Nderuar kryetare, meqense isha votova pro kësaj nisme, është vendi që t'i kujtojmë publikut që dhe të mos fshihemi mbas gishtit. Opozita e ka bërë qartë publikisht, kryetari i Partisë Demokratike në sallë ka bërë qartë publikisht cila është kandidatura që opozita mbështet. Procesi për herë të parë hyn në ngërç, vitën parë ju e kujtoni kjo risi u konkludua atëherë dhe opozita atërshme Partia Socialiste sot në pushtet, u votua automatikisht kandidatura e vetme që u propozua. Kjo s'ka nevojë as për një proces dhe s'ka një proces të veçantë formal parlamentar. Dakordësia jepet, meqense ka një mirëkuptim që opozitës i jepet mundësia, është fokusuar të një kandidaturë e vetme. Çfarë procesi do hapim? Çfarë procesi pati kur Partia Socialiste e kishte u zgjodh se atëherë u vendos risi për herë të parë, pruri kandidaturën që donte dhe u votua. Ktu mund të thuhet shumë thjesht që s'ka vullnet, por njëkohësisht ne për ta mbyllur, ne sot jemi në një situatë të turpshme që për 3 vite rresht nuk zgjedhim dot një avokat populli. Pra mund zgjedhim pa problem një president, mund zgjedhim një kuvend të ri fët, po na duhen 3 vite për zgjedhur një avokat populli. Kështu që vetëm gjë që mund të bënte majoranca ishte pa zgjatur fare të votonte, të jepej fund të turpit 3 vjeçar, edhe të fshihej mbas disa kulisave që kur ka qenë opozit i ka pretenduar me të madhe dhe i ka mbërritur që ti kishte. Faleminderit.